Jemi sërish drejt për së drejti nga stadiumi Beslidhja me pjesën e dytë të takimit ndërmjet skuadrave të Beslidhjes dhe Shirokës, ndërkohë që pjesa e parë ka përfunduar me rezultatin 2-0 për skuadrën vendase të Beslidhjes dhe kemi korrigjuar golshënuesit në minutën e 8 ka qenë Hila që ka shënuar golin e parë për skuadrën e Beslidhjes dhe në minutën e 25 Akansase ka dyfishuar rezultatin, pra 2-0 për Beslidhjen me gola të shënuar nga Hila, Ardit Hila dhe Akansase, ndërkohë që skuadra Mike ka kryer një zëvendësim në pjesën e dytë, është larguar Filipi dhe vendin e tij e ka zënë numri 17 Hasaj, ndërsa skuadra vendase Beslidhja nuk ka kryer akoma zëvendësime. Është një aksion nga krau i majt, por ndërhyrje tepër e sigurt e mbrojtësit Temja e ka larguar topin në kraun e djathtë të mbrojtjes së skuadrës vendase në rivenje anësore për skuadrën Mike të Shirokës. Ka gjujtur, por një gjujtje shumë pa adres, do të thoja, e njërit prej sulmuesve të skuadrës, edhe sa duket ka qenë numri 17, i sapo futuri në lojë Hasaj, i cili ka gjujtur me tepër forcë, topi dal shumë larg portës, është ka një ndërhyrje të parregullt të Dulajt në dëm të mbrojtësit Lezhana Antonio Marku. Goditje dënimi e ka ekzekutuar Temja, e ka lëshuar në të djathtë. Raboshta në mes në fushë Mehmeti ka harkuar një top në kraun e majtë të Gjobe. Gjithë një Gjobe në kraun e majtë. Gjyqtari kryesor vazhdon lojën, ndërkohë që vendasit pretendojnë për një 11 metrësh, pasi është ndërhyrë në mënyrë të parregullt brenda zonës së 16 metrëshit, por gjyqtari kryesor i ndodhur fare pranë aksionit nuk e ka vlerësuar si tillë dhe ka vazhduar lojën pavarësisht protestave të shumta të vendasve, madje dhe të stafit teknik dhe të vetë trajnerit Plori. Jemi 5 minuta lojë nga pjesa e dytë, gjithë një 2-0 për skuadrën e Beslidhjes. Është Raboshta, pastaj Kruja, gjithë një Kruja ka arkuar mjaft bukur. Ka një diluftim të Hilës me njërin prej mbrojtësve të skuadrës. Është rrëzuar njëri prej lojtarëve të skuadrës Beslidhjes brenda zonës së 16 metrëshit. Është ka ndërhyrje të gabuar të Raboshtës, një ngritje takash dhe gjyqtari kryesor Ledio Bakalli e ka ndërprer lojën për t'ia ndim njërit prej lojtarëve të skuadrës së Beslidhjes. Sa duket të shohim është pesë minuta lojë nga pjesa e dytë, gjithë një 2-0. Lojtari është ngritur, lojtari dëmtuar është ngritur dhe vazhdon lojën, ka qenë Akansase, autori i golit të dytë për skuadrën e Beslidhjes. Ka një ndërhyrje të gabuar të Gjobes në dëm të njërit prej lojtarëve, pikërisht numrit 11 Kalaja, numri 4 Peku,
ka debatuar me njërin prej lojtarëve dhe pikërisht me Mehmetin. Pra Mehmeti dhe Peku janë thirrur nga gjyqtari dhe janë këshilluar goditje dënimi nga krahu i djathtë i sulmit të skuadrës mike Shiroka. Një top i gjatë ka ndërhyrë me kokë Gjobe, e ka larguar Akansase në dy luftim me njërin prej lojtarëve të skuadrës mike, është pikërisht numri 3 që ka larguar topin. Numri 3 sa duket duhet jetë futur në pjesën e dytë. Falni, është futur në fundin e pjesës parë. Është Roku me numrin 3. Aksioni skuadrës së Beslidhjes, Gjobe ka gjujtur, por ka një sinjal nga Ansori për pozicion jashtë loje të lojtarëve të skuadrës së Beslidhjes dhe kalon dhe ky moment, pra ishte pozicion jashtë loje, çka e ka bërë të pavlefshëm këtë aksion të skuadrës vendase. Marku në dy luftim me dy lojtarë të skuadrës Shirokës, njëri prej cilëve ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar, ja ka marrë topin, ndërkohë që Marku është rikthyer në lojë edhe pse u dëmtua në dy luftim me dy lojtarë të skuadrës mike. Mehmeti ka pasuar për tek Raboshta, kapiteni i skuadrës. Gjithë një Raboshta ka pasuar në të djathtë për tek Kruja, Akansase, por asgjë për të shënuar. Kemi një rrëzim të Akansases brenda zonës, sa duket ka rrëshqitur apo është penguar. Jemi në distancë largët për ta saktësuar. Akansase ka pasuar për Kruja. Ka gjujtur me shumë forcë, por topi ka marrë lartësinë dhe ka dalë shumë metra mbi traversën e portës, së mbrojtur nga portieri Lujkaj. Ka larguar topin me tepër forcë mbrojtësi i qendrës Temja. Topi i cili nuk është rivën akoma në lojë, është në favor të skuadrës së Shirokës, që është në zotrim të topit, është numri 10 Vucaj. E ka kthyer prapa përsëri Vucaj, një lojtar mjaft teknik dhe me eksperiencë. Ka pasuar në krahun e djathtë për Rokun, i futur në fundin e pjesës dytë. Ka zonsuar Dibër dhe topi ka dalë jashtë linjave kufizuese për të rivan nga portieri Myrta i skuadrës Beslidhjes. Mehmeti e ka pasuar për tek Hila, ky e ka kthyer pak prapa për Raboshtën, gjithë një Raboshta. Hila, Kruja me topin zotrim ka pasuar një top të gjatë, por nuk është vënë zotrim nga lojtarët e skuadrës Beslidhjes. Ka ndërhyrë miqtë dhe ndërtoi një aksion nga krahu i djathtë i tyre me protagonist Kalaja. E ka pasuar për tek Dulej brenda zonës, por ka ndërhyrë aty Temja me qetësi. E ka larguar. Pastaj Mehmeti, Hila, Mehmeti ka ndërhyrë aty njëri për është ka qenë pikërisht numri 4 Peku. Aksion nga krahu i djathtë për Shirokën. Kalaja ka harkuar mjaft bukur, ka kërcyer njëri për lojtarëve të skuadrës mike, pikërisht numri 9 Olamide,
por pa problem pasi topi ka përshkruar gjithë hapësirën e zonës së rreptësisë dhe ka dalë. Sa duket kemi një rivënjë anësore me duar në favor të skuadrës së Beslidhjes. Ramile ka pasuar për në mesin e fushës e nis kështu një aksion i bukur i skuadrës vendase, por ka një ndërhyrje, ka dalë portieri Lujkaj e ka sotruar topin në mesin e fushës Dulaj. Sulmuesi Dulaj i kthyer paksa në mesin e fushës, gjithë një Dulaj e ka kthyer topin prapa për Hasaj në numër 17 e futur në vendin e Filipit në pjesën e dytë. Vucaj është ngatruar me këmbët e tij, ashtu si ndërkohë është penguar në mënyrë të parregullt. Njëri prej lojtarëve të skuadrës Beslidhjes është pikërisht Bega. Goditje dënimi për Hila, Raboshta, djathtas për tek Kruja, ndërkohë që Gjobe në krahun e majtë është i vetëm dhe pret që topi të shkoj tek ai. Raboshta ka humbur topin. Olamide me topin zotërim ka shmangur mjaft bukur dy mbrojtësat skuadrës Beslidhjes e drejtuar zonës, gjithë një Olamide. Olamide, një lojtar mjaft teknike, ka pasuar për tek Vucaj, por ka vonuar Vucaj në finalizimin e aksionit dhe ka ndërhyrë pastaj mbrojtja e skuadrës vendase. Është përsëri topi në krahun e majtë të sulmit, është i kthyer prapa. Ka gjujtur Peku një gjujtje ballore nga rreth 20-25 metra, pa problem për portën e mbrojtur nga Myrta. Ishte një aksion i bukur, por nuk u finalizua ashtu siç duhej nga ana e lojtarëve të skuadrës së Shirokës. Skuadra e Shirokës e ka debutimin e parë në këtë ligë, pra në këtë kategori. E kjo erdhi për shkak të mos paraqitjes së skuadrës albanëve, skuadrës së Tiranës albanët, por ajo çfarë duhet evidentuar është paraqitja mjaft e mirë që ka bërë Shiroka në këtë kampionat dhe pozicionimi i saj në grupin e skuadrave që kanë synuar daljen në një ligë më lartë, por teksa në këtë grup janë skuadra me eksperiencë si Beslidhja, Erzeni, Sopoti e ndonjë tjetër. Ekipi i Shirokës ka mbetur vetëm të përgëzohet për paraqitjen e saj dinitoze dhe duhet përgëzuar dhe presidenti i kësaj skuadre Edi Axhani. Temja ka ndërhyrë duke marrë top Olamides, një sulmues i rrezikshëm, ndërkohë që kemi dy lojtarë të dëmtuar në zonën e skuadrës ai një luftim ajror midis qenë sulmuesi i skuadrës Olamide, skuadrës së Shirokës, dhe sa duket është njëri prej mbrojtësave dhe të shohim. Është pikërisht Temja me numrin 3, i cili pasi ka marrë ndihmën mjekësore, i është rikthyer fushës së lojës.
ka një vonesë, do të thoja, të shohim se çfarë po është vonesa pasi për të dalur nga fusha e lojës stafi mjekësor i skuadrës së Beslidjes, të cilët asistuan lojtarët e dëmtuar. Raboshta me kokë e ka pasuar për tek Akansase Kruja, ka pasuar për Gjobe në krahun e majt, gjithë një Gjobe, ka bërë një lëvizje mashtruese me topin, ka pasuar për tek Kruja, ky për Raboshtën, gjithë një Raboshta gjithë një ka vanuar, ka gjujtur, por ka pritur Lujkaj. Raboshta shënohet minuta e 20 e pjesës dytë dhe Raboshta i kishte të gjitha mundësit për të rrezikuar, ka gjujtur fort, por portieri Mik ka reaguar, e ka pritur topin me këmbë dhe e ka larguar. Është aksion i skuadrës së Shirokës. Vucaj është përgëzuar dhe nga trajneri Flori. Vucaj është një lojtar me mjaft eksperiencë që ka luajtur në disa skuadra. Kemi një rivënje anësore, ishte topi u shoqërua deri sa doli, ka mbrojtësi Marku, teksa kontrolloi topin që i përkiste medaljen jashtë, i përkiste rivënja skuadrës vendese, e ka shoqëruar topin dhe ka pamundsuar marrjen e tij nga lojtarët e skuadrës Shirokës dhe aksioni është zhvendosur në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës së Beslidjes. Është kthyer prapa temja për portierin Myrta. Gjobe ka pasuar shpejt, përsëri Gjobe ka kthyer për tek portieri, i cili me tepër forca ka dërguar për tek Hila Akansase në dy luftim me numrin 13 të skuadrës mike Kenneth. Dhe topi ka përfunduar në duart e portierit Mik Lujkaj. Kruja ka pasuar për Hilën, por Kenneth ka ndërhyrë. Është Ramilli me shumë siguri ka ndërhyrë dhe ka larguar topin. Aksion i skuadrës mike është nga krahu i majt. Dulaj. Gjithë një Dulaj ka kërsuar, pastaj moment i vështirë dhe ka një ndërhyrje mjaft decisive, do të thoja, të portierit Mik, të portierit vendas të skuadrës së Beslidjes, i cili ka shpëtuar një moment tepër të rrezikshëm në portën e tij. Ishte një aksion i bukur i skuadrës së Shirokës në minutën e 20. E 7 të pjesës së dytë. Pritën zëvendësime të tjera në radhët e skuadrës. Minuta e 21. Korrigjojmë minutat e lojës
Pasi si pas kronometrit të kolegëve që jemi në studio, jemi në minutën e 22 tani. Do të largohet në sa duket për skuadrën e Beslidjes numri 34 Gjobe. Gjobe dhe vendin e tij akoma nuk është kryer zëvendësimi, pam tabelën elektronike teksa kishte shënuar numrin 34, por sa duket zëvendësimi nuk do të kryhet. Vazhdon loja. Kenneth e ka pasuar për tek Roku. Ka ndërhyr Bega me tepër siguri, me ka larguar topin. Kërcim i Begës, Akansas Raboshta, Kruja, dalje me front të gjerë në sulm i skuadrës së Beslidjes, por ka dalur me mjaft siguri portieri Lujkaj. Vucaj e ka kthyer prapa për tek Kalaja. Më prapa koma Peku dhe në krahun e majt është mbrojtësi Kaplane me numër 5. Rivënia anësore në favor të skuadrës vendase të Beslidjes është Kruja, ka pasuar për tek Akansase, por ka kontrolin e numrit 5 Kaplanaj. Gjobe, gjithë një Gjobe, ka gjujtur dhe pa problem, një gjujtje e fort. Gjobe kërkon ndjes teksa ka ngritur të dyja duart lart, pra e ka vetë kuptuar gjujtjen që ka bërë. Shohim në nxemje Alcanin, sa duket do të futet në fushën e lojës mbrojtësi Alcani. Mehmeti ka pasuar për tek Kruja, por topi ka dalë jashtë vijës fundore në krahun e majt për të rivën në lojë nga portieri i skuadrës mike Lujkaj. Ishte një aksion dhe ka një përshkrim tjetër, pra topi do të hyjë në fushën e lojës Gurbanov. Gurbanov dhe Alsani. Ka dalë Gjobe. Dhe Temja, sa duket Gjobe dhe Temja pra Gurbanov do të zërë vendin e Gjobës. Nërsa Alcani do të zërë vendin e Temjes. Është minuta 27 e pjesës dytë ose 72 e lojës. Është larguar Temja dhe
dhe Gjobe dhe vendin e tyre e kanë zënë Alcani dhe Gurbanov. Pra skuadra Beslidjes kryen edhe 2 zëvendësime në këtë momente. Hila me tepër forcë e ka dërguar për tek Gurbanov. Kemi pozicion jashtë loje, i flamuri ngritur lart Ansori. Ndërhyrje gabuar e Hilës e Begës në dëm të njërit prej lojtarëve është pikërisht në dëm të numrit në dëm të Kenneth ka pasuar për tek Roku. Aksioni skuadrës së Beslidjes, Hila ka marrë top nga Akansase. Gjithnjë Hila ka fituar të drejtën një goditje nga këndi në krahun e majtë të sulmit të skuadrës së Beslidjes. Hila tentoi të shmang njërin prej lojtarëve të skuadrës mike e pikërisht, por ai ka kuptuar manovrën e tij e Hilës dhe e ka goditur topin dhe ka nxjerrur jashtë vijave kufizuese të fushës. Goditja këndi është ekzekutuar dhe në vështirësi portieri Juikaj e ka larguar mbi travers. Pra ishte një goditje e Krujës, ndërkohë që duhet theksuar se në pozicionin portieri Luikaj në këto momente ka dhe diellin në disfavor, pasi ka një rrezatim të drejtë për drejtë dhe një pozicion aksioni shpejt i skuadrës së Shirokës, por ndërhyn me shumë saksi mbrojtësi Marku, Antonio Marku, një mbrojtës me mjaft grindë sportive. Aksioni shpejt Akansase përballë Kenneth, gjithnjë Akansase ka pasuar për tek Raboshta, i cili ka pasuar më pas për tek Kruja. Gurbanov në krahun e majtë, gjithnjë Gurbanov e ka vonuar pasimin, kanë përfituar miqt, është Kenneth. Topi ka dalë jashtë vijave kufizuese për të rivënë në lojë nga ana e Gurbanov për Beslidjen. Kruja ka pasuar për tek Hila, gjithnjë Hila. Raboshta ka pasuar bukur brenda zonës. Hila e ka topin zotrim, kërkon një shok të tij të zbuluar, por Raboshta është disi i tërhequr. Vazhdon sulmi i skuadrës së Beslidjes. Gurbanov, Kruja, ballore. Ka gabuar Kruja në këtë goditje. Vazhdon epërsia e skuadrës së Beslidjes, e cila kërkon golin e tretë, ndërkohë që udhëheq me rezultatin 2-0. Sa duket kemi një zëvendësim në radhë të skuadrës së Shirokës. Shohim afër trajnerit numrin 18 të kësaj skuadre, Dilaveri, cili do të futet në fushën e lojës. Të shohim se këtë do të zëvendësoj. Sa duket kemi lojtarë të Shirokës të dëmtuar dhe është dhënë dhe sinjali i gjyqtarit kryesor për të pritur zëvendësimin. Ka shkuar mendje tek lojtari i dëmtuar, i cili ka kërkuar ndihmën mjekësore që i është afruar më një herë, pasi ndërkohë që dhe Beslidja pritet të kryej zëvendësimin tjetër. Shohim të kësa ka kryer nxemjen
ka kryer nxemjen, është duke u nxehur duke bërë nxemjen, është larguar numri 11 Kalaja, i dëmtuar pak më parë, dhe vendin e tij do ta zër numri 18 i skuadrës së Shirokës, Dilaveri. Teksa jemi në minutën e 32 të pjesës dytë, ose në minutën e 77. Raboshta ka kthyer një top brenda zonës së 16 metrësh të skuadrës mike, por ka ndërhyrë mbrojtja. Olamide në dy luftim me Alçanin. Alçani sa duket ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar dhe goditje dënimi për skuadrën e Shirokës, ndërkohë që bëhet gati të futet në lojë Fusha me numrin 11. Të shohim. Fusha është një lojtar sulmues, një sulmues i ri në radhët e skuadrës së Beslidjes. Të shohim se kush do të lërë fushën e lojës. Bega, Raboshta. Kemi dhe numrin 8 Onana, që do të futet në lojë. Numri 8 Onana dhe numri 11 Fusha përgatiten për të hyrë në fushën e lojës. Onana është një mesfushor, ndërsa Fusha është lojtar sulmues. Të shohim se kush do të lërë fushën e lojës për të krijuar hapësirë lojtarëve të ardhur nga Stoli, Fusha dhe Onana. Shtari 4 ndihmohet edhe nga Onana do të zërë vendin e nësa Fusha sa duket do të zërë vendin e Raboshtës. Hila Kruja ka pasuar me shpejtësi, por ka gabuar në pasim Vucaj. Është gjithë një Vucaj ka pasuar tokësin për Olamiden. Gurbanov i futur në pjesën e dytë, ka kthyer topin prapa për tek Kruja. Hila, të shohim, është larguar numri, është larguar Raboshta dhe Mehmeti. Dhe Raboshta është larguar dhe vendin e tij të zërë Fusha. Duar trokiten Mehmeti dhe Raboshta. Kapiteni Raboshta duhet trokitet nga tifozëria.
Teksa kemi më pak se 10 minuta loj, kemi 2 zëvendësime, është larguar Mehmeti dhe Raboshta dhe kanë hyrë në fushën e lojës Onana dhe Fusha. Ndërkohë që më përpara është larguar edhe Gjobe dhe vendin e tij ka zonë Gurbanov. Ndërkohë që jemi në minutën e 36 të pjesës 2 ose dhe vazhdon të kryesoj Beslidja me rezultatin 2-0. Është Gurbanov brenda zonës, gjithë një Gurbanov ka humbur një rast. Onana kishte të gjitha mundësit, fillimisht Fusha, pastaj Onana, 2 lojtarë të ardhur nga Stoli që mund të trefishojnë rezultatin, por është tani një zëvendësim tjetër, 2 zëvendësime të tjera të skuadrës mike të Shirokës, janë numrat 15 dhe 20 në pritje për të futur në fushën e lojës. Gurbanov i futur në pjesën e dytë me lojtar, një besuesor mjaft aktiv, Fusha, gjithë një Fusha. Ka pasuar mjaft bukur për tek Hila, i cili ka rrëshqitur topi pa u përdorur mirë prej tij. Është numri 15 i skuadrës Shirokës dhe do të lërë lojën Peku. Peku do të lërë fushën e lojës, do të futet numri 15 Gradeci. Gradeci dhe numri 20 do të hyjë në fushën e lojës Hasan dhe do të dalë numri 14 Akansasa në luftim me Gurbanov ka pasuar prapa për tek Onana, i topi gjatë, por ka dalë për para portieri Lujkaj. Alcani, Fusha i ka pasuar me shpejtësi në krahun e djathtë për Krujën, i cili e ka humbur topin, por e kanë rimarrë Lezhanët. Është Gurbanov, gjithë një Gurbanov, e top për Onana, një mesfushor, i cili ka kthyer topin prapa për tek Alcani, vazhdon Kruja. Hila, gjithë një Hila, e ka topin zotërim, gjithë një Hila, por ka qenë një pozicion jashtë loje. E tani futet edhe Danaj do të sërë vendin e Akansases. Akansase, golshënuesi më i mirë i skuadrës Beslidjes së bashku me Raboshtën, ka lënë fushën e lojës për të zëvendësuar nga sulmuesi i njohur i skuadrës së Beslidjes, Dani, Ruben Dani, një lojtar me eksperiencë që e ka dhënë mjaft futbollit lezhian.
Aksioni shpejtë, Gurbanov, gjithë një Gurbanov, ka një bërndazon, Gurbanov, ka pasonë, Fusha ka shënuar 3-0. Fusha ka shënuar entuziazëm i jashtëzakonshëm i skuadrës, i tifozërisë së skuadrës së Beslidjes, ndërkohë që Fusha, autori i golit të tretë, përshëndetet ngrohtësisht nga lumi i tifozërisë lezhgjane, por dhe nga shokët e tij të skuadrës është Alcani tani që jep përgëzimet do thoja më të mëdha. Përçafohet me shokët është Gurbanov, ai që i pasoi topin dhe kemi pak minuta për të përfunduar ky takim, të cilin e udhëheq Beslidja me rezultatin 3-0. Fusha i ardhur në Stoli ka shënuar, pra ka rezultuar e suksesshme. Zëvendësimi, atë çfarë nuk bëri dot Raboshta me eksperiencë, e bën lojtari i ri Fusha i skuadrës së Beslidjes, teksa ka ngritur kuotën e golave në 3-0 për skuadrën e tij Beslidja. Pra, më pak se 3-4 minuta udhëheq Beslidja me rezultatin 3-0. Në vijim të fitoreve të këtij kampionati, siç e kemi thënë, në krye të herës është i vetmi ekip në këtë grup që nuk ka humbur akoma, vijon serinë e fitoreve dhe fitoreve me rezultate të pastra. Gurbanov, gjithë një Gurbanov, por është zënë në pozicion jashtëloje, ndoshta ndryshja gjyqtarit ansor nuk na u duk dhe as profesionale, po gjithsesi është çaktivizuar ky aksion i skuadrës Beslidjes. Pra, ka një ndryshim rrënjëshor të lojës së skuadrës së Beslidjes, ka një ritëm dhe temp tjetër, të cilin sa duket ja kanë dhënë zëvendësimet e kryera nga ana e trajnerit të skuadrës së Beslidjes Plori. Zëvendësime mjaft eficiente, do të thoja, në aspektin teknik dhe taktik të lojës, të cilat e kanë gjallëruar lojën e skuadrës së Beslidjes, e cila udhëheq me rezultatin 3-0. Onana ka pasuar për tek aksioni i skuadrës së Beslidjes. Alcani, edhe Alcani është futur në lojë në pjesën e dytë dhe tani ka gabuar me një top të dhënë brenda zonës. Në fakt, harkimi i topit prej tij ishte mjaft i mirë, por lojtarët e tjerë nuk e ndoqën ose sa duket nuk e kuptuan idenë e Alcanit. Është tani Fusha, autori i golit të tretë, me topin zotërim, ka kthyer prapa për tek Kruja. Ka një ndërthurje të bukur midis eksperiencës së Krujës dhe forcës rinore të Fushës. Dhe rast pas rasti në portën e skuadrës mike, pavarësisht nga rastet e shumta të krijuara, vazhdon të jetë rezultati 3 për Beslidjen dhe 0 për skuadrën e Shirokës, e cila u përpoq të zhvilloj lojën e saj, po përballë një Beslidje të rrufeshme, teksa kemi më pak se 1 minutë lojë nga përfundimi i kohës rregullt dhe nuk kemi parë akoma të ketë minuta shtesë, por gjithsesi të presim. Është goditje dënimi në krahun e djathtë të mesit Fushës në favor të skuadrës së Beslidjes. Është Alcani. Nani. Aksion i dhe ka përfunduar pjesa e dytë dhe krejt takimi me rezultatin e pastër në favor të skuadrës së Beslidjes. Me rezultatin 3-0 kemi përqafime të lojtarëve njëri me tjetrin.
dhe me stafin drejtues. Kemi fishek zjarre, emocione të papara. Në shkallë të këtij stadiumi i mungonte kjo atmosferë festive, beslidhjes. I mungonte tifozërisë zjarë lezhjane. I mungonte kjo fest dhe ky sukses qytetarisë së Lezhës. I mungonte prej vitesh dhe tashmë fal një punë mjaft efektive të këtij sezoni filluar që me emrimin e stafit teknik me nëkrye Elvis Plorin, merkaton e zhvilluar, grumbullimin në radhë të skuadrës së beslidhjes së lojtarëve elitar të ligave të ndryshme të futbollit shqiptar dhe jo vetëm, bëri të mundur që beslidhja të dalë kampione e grupit A dhe të sigurojë vendin në ekipet e kategorisë së parë. Është një fest që meriton të festohet e kjo fal një kujdesje të veçantë dhe të admirueshme të presidentit të skuadrës Beslidhja, zotit Pierin Fushaj, dhe mbështetjes së Bashkisë së Lezhës me në krye kryetarin zotin Pierin Dreu. Pra, emocione. Ramilli i shton atmosferën edhe me vajzën e tij të vogël. Një emocion vërtet i mrekullueshëm. Fishek zjarre, flamuj, flakadan që ndizen, shullunga tymi me ngjyrën e skuadrës së Beslidhjes japin atmosferë mjaft festive këtij takimi, i cili do të mbahet më gjatë dhe tani ka zbritur dhe presidenti i skuadrës së Beslidhjes, Pierin Fushaj, i cili përgëzohet nga lojtarët dhe përgëzon dhe ai lojtarët, ndërkohë dhe drejtuesi teknik Malota, një lojtar i njohur i kampionatit shqiptar të futbollit, Renato Malota, i cili ka luajtur në ekipet superiore, ka zbritur dhe përgëzon lojtarët, atmosferë vërtet festive. Një atmosferë që Mehmeti tani ka një fëmijë të vogël në kakë. Veprime këto që na shtojnë edhe ne emocionet në transmetim është Ramilli dhe tani entuziazm në radhët e shkallëve të stadiumit, por dhe në fushën e lojës. Entuziazm që ka merituar ky stadium, e ka merituar këtë ushtim prej vitesh ky stadium, dhe ja që edhe pritja më në fund e ka një cak. Nuk mund të priste më. Beslidhja nuk mund të priste më. Presidenti Fushaj vendosi piketat e duhura dhe ja rezultati. Dhe është një dëshmia saj se aty ku punohet, puna vlerësohet dhe kthehet me arritje, me triumf, me fitore. Emocionet vazhdojnë, ndërkohë që ne do të vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt. Do të zhvendosemi nga gabina e transmetimit së bashku me mikun tim Agustin Sinmarini, me cilin po përcjellim këto emocione shumë të ndjera, shumë të përjetura, më besoni miq, të përjetura si kur ndonjëherë tjetër. Kam një eksperiencë të gjatë të transmetimet radiofonike, por emocionet të tilla nuk kam përjetuar. Është vërtet një atmosferë bukur festive që tashmë ka marrë rrugën në të gjitha këndet e qytetit. Kemi grumbuj, patën fatin do të thoja edhe lojtarët e skuadrës Shirokës ta përjetonin këtë atmosferë së bashku me lojtarët e skuadrës së Beslidhjes, pasi kalendari do të thoja u dha këtë mundësi, ndërkohë që ndeshja e parë në Shirok
ka përfunduar në shifrat e barabarta 1-1 dhe Beslidhja ka vetëm 3 barazime në historinë e saj në këtë kampionat. Ka barazuar me Shirokën në Shirok 1-1, ka barazuar 1-1 me Sopotin në Librazh dhe 0-0 po me Sopotin në Lezhë. Atmosferë e bukur, e shoqëruar me muzikë, e shoqëruar me momente të bukura, me përqafime, me shtrëngim duarsh nga aktorët secili prej tyre, kushdo që është në fshkallët e stadiumit, kërkon të bëhet protagonist në një farsoj mënyre, me mënyrën e tij, pra duke qenë pjesë e kësaj feste të futbollit lezhian, i cili rikthehet në kategorinë e parë sezonin e ardhshëm dhe pastaj për të vijuar me synime të tjera që presidenca me në krye zotin Perin Fushaj ka në planet e saja. Është një rezultat që pritej, ndeshja në fakt nuk kishte shumë histori, pasi skuadra e Beslidhjes e dominoi lojën, por ajo çfarë është e rëndësishme është fakti se vërtet një atmosferë që po përcillet edhe nga shumë media vizive dhe për një moment ka rënë, por jo, vazhdon ritmi, vazhdon entuziazmi dhe ne do të shpresim në fush për të përcjellur edhe nga fusha, pse jo, emocionet e kësaj ndeshje, të këtij suksesi të madh, do të thoja, të futbollit lezhian. Do të shpresim në fush për të përcjellur emocionet. Deri atëherë nga unë Martin Dedaj së bashku me mikun tim të hershëm Agustin Cin Marinin, do të ritakohemi në fushën e blerët me personazhe, me intervista dhe me çfarë do të mund të realizojmë për të përcjellur sa më mirë të jetë e mundshme këtë atmosferë festive këtu në qytetin, në stadiumin Beslidhja, në qytetin e Lezhës, në Lezhën e historisë, në Lezhën e kuvendeve, e tashmë edhe në Lezhën e futbollit, se dhe në Lezhën e basketbollit, pra kemi dhe një ekip basketbolli kampion të Superligës shqiptare, një ekip basketboll të krijuar Rishtas, dhe pra është eksperjenca e sipërmarrjeve sportive këtu në Lezhë që ka dhënë rezultate. Shembulli më i mirë është ekipi i basketbollit që është fituesi i kampionatit dhe i Kupës së Republikës në kategorinë superiore, por tashmë edhe me ekipin e futbollit Beslidhja që është ngjitur në kategorinë e parë dhe në sezonin e ardhshëm do të luajë në kategorinë e parë me ekipet e kësaj lige profesioniste. Deri atëherë miru të qofshim nga unë Martin Dedaj. Kërkoj ndjesë për emocionet dhe për lapsuset, por janë të legitimituara, do të thoja, në thonjza, janë të pranueshme dhe besoj që do të na falni, pasi atmosfera, gëzimi na ka përfshirë dashe pa dashe edhe ne. Deri atëherë, miru të qofshim dhe miru pafshim.